E kapa burin tim në shtrat me kolegen, por jo duke kryer marrëdhënie, por për të parë ndeshjen e Shqipërisë. Tani shihet ndeshja me kolegen e punës në shtrat. Çojmë që do thot kjo histori. Nuk e kisha menduar kur që një ditë historike për Shqipërinë do të kthehej në ditën më të errët të jetës time. Ishte dita e ndeshjes Shqipëri-Zvicër në kampionatin evropian. Një ditë që shumica e shqiptarëve do ta kujtonin me emocion, me krenari, me lot në sy për flamurin kuqezi. Por unë do ta mbaj mend përgjithmonë si ditën kur më humbi bota nën këmbë. Si ditën kur zbulova se buri im nuk ishte shkuar në Francë për të ndjekur ndeshjen,